Nën emocione dhe në një atmosferë solemne në Fakultetin e Studimeve Islame në Prishtinë u mbajt ceremonia e absolventiadës për 25 studentë që përfunduan me sukses studimet e tyre. Ceremonia mblodhi profesor, familjar, përfaqësues të Bashkësisë Islame të Kosovës dhe mysafirë të shumtë, të cilët ndanë së bashku gëzimin e këtij momenti të rëndësishëm për gjeneratën e re të diplomuar. Dekani i Fakultetit të Studimeve Islame në fjalën e tij drejtuar absolventëve tha se diploma që ata marrin sot përfaqëson shumë më tepër se sa përfundimin e studimeve. Ai theksoi se Fakulteti i Studimeve Islame nuk synon vetëm përgatitjen profesionale të studentëve, por edhe formimin e tyre si kontribues aktiv në shoqëri dhe komunitet. Diplomat që sot merrni nuk përfaqësojnë vetëm përfundimin e një cikli studimesh, por janë dëshmi e përkushtimit, disiplinës dhe integritetit që keni treguar gjatë viteve tuaja në fakultet. Fakulteti ynë ka mision të qartë për të formuar profesionistë të aftë, qytetarë të përgjithshëm dhe individ të përgatitur për sfidat e së ardhmes. Ky akt i diplomimit nuk është një përfundim, por një piknisje. Ju fton të jeni kontribues aktiv në fushët tuaja, të ruani standardet etike dhe të përfaqësoni me dinjitet institucionin tonë në çdo hap të karrierës suaj. Në këtë ceremoni mori pjesë edhe Muftiu i Kosovës Naim Tërnava, i cili këtë ditë e cilësoi si moment krenarie për të gjithë. Ai shprehu mirënjohje edhe për profesorët dhe kontributin e tyre ndër vite, ndërsa kujtoi me respekt ish Muftiun e Kosovës, tashmë të ndjer, Doktor Recep Boja, të cilin e cilësoi si ndër njerëzit më meritor për ngritjen dhe zhvillimin e këtij institucioni. Sot vërtet kur para nesh kemi këta student të cilët reflektojnë dije dhe dritë për ardhmërinë. Mund të themi se është një ditë krenarie, nga se pas 4 vjetësh përkushtimi për dije, sakrifica për të arritur të kjo sot që pajisën me diplomat të Fakultetit të Studimeve Islame, vërtet është një krenari për vetë studentët tanë, për familjet e tyre, për Fakultetin e Studimeve Islame, por për Bashkinë Islame në përgjithësi. Me këtë rast nuk dëshiroj që ky manifestim, ky ceremoni kaloj, të mos përmendi njeriu më meritor i cili ka kontribuar në themelimin e këtij Fakulteti të Studimeve Islame. Ai është ish Mufti i Kosovës, tash Rahmetliu, Doktor Efendi Recep Boja, që lutim Zotin Gjeleshanu që atë ta shpërblej me të mirat e tij edhe në botën tjetër. Emocionet nuk munguan as në fjalimin e kryetares së Unionit të Studentëve, e cila tha se kjo është një nga ditët ku njeriu mbetet mes buzëqeshjes dhe mallëngjimit. Sot, ndërsa po qëndrojmë në këtë moment të veçantë, mes një etape që po përfundon dhe një rrugë e re që po na pret, me të vërtetë emocionet janë të përzierë, sepse ka disa momente në jetë që zemra i pret për vite me radhë. E kur më në fund vijnë, njeriu nuk di atë buzëqesh nga gëzimi apo të përlutet nga malli. Dhe besoj se kjo është pikërisht njëra prej atyre ditëve. Ne sot nuk po përmbyllim vetëm një kapitull studimi, por po përmbyllim një periudhë të jetës tonë që na ka formuar në heshtje, na ka rritur me përvoja dhe na ka lënë kujtime që nuk harrohen lehtë. Ceremonia u pasurua me ilahi dhe poezi. Me Kur'an, zemra gjenderman, me Kur'an, gjdo sfide kanon. Ecja e sigurtu në kësaj rrugë se kisha udhëpërshkruesit më të mirë pranë. Ecja pa u friksuar fare, se kisha afër babë e non. Ecja për vitet tona, kësaj rrugë unë gjithmonë krenare, se prindrit më mësuan t'jem fetare e adhëdhetare. Në fund të ceremonisë, studentët u pajisën me certifikata, duke shënuar kështu përmbylljen e një etape të rëndësishme të jetës së tyre akademike.